Kanceri i lëkurës po shënon rritje nga viti në vit në popullat. Sipas Institutit të Shëndetit Publik, tumoret me numrin më të lartë të rasteve të reja të diagnostikuara në Shqipëri janë ai i lëkurës, gjirit dhe mushkrive. Por cilat janë disa nga faktorët që ndikojnë në shfaqjen e kancerit të lëkurës sipas mjekëve specialistë? Ekspozimi në diell. Dielli është ai që i shkakton të gjithë kanceret të lëkurës, por ka dhe faktorë të tjerë që mund të jetë genetika, mund të jetë ngacmimi her pas hershëm i një nishani ose i një gjendje prekanceroze në rastin e këtyre kancereve më të thjeshtë siç ishin bazo dhe spinocelular, mund të jetë faktor të jashtëm kimik dhe një faktor shumë i rëndësishëm që shfaqet në moshat e reja janë edhe fototerapit që bëhen në përqendra estetike për të marrë ngjyrë. Kjo është një që desha të tërheq vëmendjen dhe të them që duhet absolutisht të ndalohet, të mos e kërkojmë këtë lloj shërbimi, sepse mund të ndikojë jashtëzakonisht shumë në shfaqjen e melanomës. Mjekët dermatolog theksojnë se melanoma është forma më e rrezikshme e kancerit të lëkurës, e cila prek edhe moshat e reja. Në rastin e melanomës, është shfaqet në të gjitha moshat, mund të shfaqet, varet nga genetika shumë, nga numri i nishaneve që kemi në lëkurën tonë, nga mënyra se si i mbrojmë ose sa kujdesemi për to. Pra ka shumë faktorë, por ajo mund të shfaqet në mosha të hershme. Dermatoskopia, pajisja që diagnostikon dhe parandalon në kohë nishanet kancerogjene, është tashmë në qendrën e konsultave pranë Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, duke ju ardhur në ndihmë pacientëve të cilët shfaqin shqetësime. Dermatoskopia zbulon shumë herët patologjit ose fillimet e një degenerimi të një nevusi të caktuar, qoftë malign ose edhe kur duket benign. Pra, të drejtohesh te mjeku dermatolog për të kontrolluar nishane, gjëja e parë është dermatoskopia. Është hapi i parë ku ne vlerësojmë dhe diagnostikojmë degenerimet e elementeve të ndryshëm që janë në lëkurë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Europë, gjatë një viti identifikohen 100.000 raste me kancer lëkure, prej të cilëve 16.000 humbin jetën.